botën e bimëve gjithçka ishte ndryshe nga më parë. Heshtja ishte e rëndë, si një mjergull që kishte mbuluar çdo gjë. Asera nuk lëvizte më si dikur, dhe lulet që dikur ishin plot jetë, tani qëndronin të fyshkura, sikur koha t'i ishte ndalur. Në atë qetësi të çuditshme, përpara tyre u shfaq mbretëresha e kristalit. Ajo nuk ecte, dukej sikur dridhej me drikës dhe ajrit. Me një zë të butë për të thellë, ajo u tha: "Ju nuk keni ardhur këtu rastësisht. Ju jeni dërguar për një mision dhe e vërteta do të zbulohet hap pas hapi." Vajzat u pan mes tyre të tronditura, por para se të flisnin, mbretëresha mbriti dorën dhe një glob i kristal u shfaq në ajër. Brenda tij u pan prindrit e tyre, të burgosur në errësirën e kristaleve të zeza. Një nga vajzat përshpëriti: Ne nuk kujtojmë asgjë nga fëmijëria jonë, sepse kujtimet tuaja janë mbulosur, tha ajo. Prindrit tuaj erdhën nga bota e njerëzve. Një ditë, ata gjetën një libër të lashtë, dhe kur e hapën, u përfshin në një botë tjetër, në këtë botë magjike. Por porta u mbyll dhe ata nuk mundën më të ktheheshin. Ndërsa globi kristal u erësua, ajri në botën e bimëve u bë edhe më i rëndë. Heshtja u thellua sikur vetë toka po bante frymën. Mbretëresha e kristalit pa vajzat me dëmshuri dhe u tregoi kujtimet e së kaluarës. Në glob u pa një pyll i ndritshëm dhe një kopësh plodrit. Aty jetonin prindrit e tyre për shumë vite. Me kalimin e kohës në atë botë të lindët ju të dyja. Dhe vajzat pa në globetin e tyre të vogla, duke luajtur mes luleve që ndriçonin. Por prindrit tuaj nuk e haruan kur botën nga kishin ardhur, vazhdoi mbretëresha. Ata kërkuan për vite të tëra një mënyrë për të hapur përsëri portën dhe për t'u kthyer. Një ditë, ndërsa po ecnin thellë në pyllin magjik, ata pan një shtëpi të vogël e bërë nga një kërpudhë gjigande. Prindrit u pan mes tyre me kureshje dhe vendosën të hynin brenda. Brenda gjithçka ishte mrekullueshme. Në mure vareshin bimë magjike që lëviznin ngadalë, sikur të merrnin frym. Në qoshet të dhomës ndodhe një oxhak i vogël që jepte një dritë të butë, dhe gjithë shtëpia dukej si një vend i qetë dhe plot paqe. Mbi oxhak qëndronte një libër i lashtë i madh. Ishte i njëjti libër që kishin gjetur dikur në botën e njerëzve, dhe në momentin që ata e prekën, faqet filluan të hapeshin vetë. Në mes të asaj drite u shfaq një pamje. Prindit u afruan të habitur dhe zemrat e tyre u mbushën me dhimbje. Në pamje ishte vajza e tyre që kishin lënë në tokë. Ajo ishte ulur në dhomën e saj, duke mbajtur në duar një pellush ja kishin dhuruar prindrit. Sytë e saj ishin të mbushur me lotë, dhe fytyra e saj dukej shumë e trishtuar. Kur prindrit pan këtë, zemrat e tyre u thyen. Të mbushur me dhimbje dhe me zemërim që nuk mund të ktheheshin te vajza e tyre në tokë, ata menduan se libri ishte arsyeja e gjithë fatkeqësisë së tyre. Një moment dëshpërimi, ata vendosën ta shkatronin librin. Sa po libri u përplas në tokë dhe faqet e tij u grisën, një dritë shumë e fortë shpërtheu në gjithë shtëpinë prej kërpudhe. Nda pak qastesh, një dritë kristali mbështodhi prindrit dhe trupat e tyre filluan të ngriheshin si në akull. Magjia i mbylli brenda kristaleve duke i burgosur përgjithmonë në atë botë. Magjia nuk donte që familja e tyre të zhdukej plotësisht. Prandaj për t'i mbrojtur dhe për t'i ruajtur jetën në atë botë, magjia i shndroi vajzat në vajza bimë. Vajzat dëgjuan me kujdes gjithçka që i tregoi mbretëresha e kristalit. Zemrat e tyre u mbushën me trishtim kur menduan për prindrit e burgosur dhe për motrën e tyre që jetonte vetme në tokë. Njëra prej tyre tha me zë të dridhur: "Duam të shpëtojmë prindrit dhe të kthehemi pranë motrës sonë." Mbretëresha i pa me butësi dhe globi kristal ndriçoi përsëri. "Për shumë vite," tha ajo, "ju keni jetuar si vajza bimë dhe jeni kujdesur për pyet, lulet dhe gjithë natyrën e kësaj bote dhe ju e keni bërë këtë me zemër të pastër. Ju keni fuqi për të çliruar prindit tuaj nga burgimi i kristalit." Sytë e vajzave u mbushën me shpresë. "Por, tha mbretëresha me një zë të qetë, ju nuk mund ta bëni këtë vetëm motra juaj," tha mbretëresha. "Mund t'ju ndihmoj të hapni përsëri portën dhe të çlironi prindrit." "Por si mund ta gjejmë?" pyetën ato. Mbretëresha buzëqeshi lehtë, sepse edhe ajo po ju kërkon ju. Por pa e ditur. Në atë moment, ai
e bimëve filloi të dridhe lehtë. Drita u përqendruar në një pikë të vetme dhe përpara vajzave u formua ngadalë një dere madhe prej kristali. Ajo shkëlqente me ngjyra të buta, sikur të ishte e bërë nga vetë yjet. Pa pritur dera u hap ngadalë dhe nga ana tjetër u shfaq një vajzë. Vajza ishte shoqja që kishin takuar në tokë. Historia vazhdon. Na ndiqni në videon e ardhshme. Ju lutem na bëni subscribe.